Pas humbjes së djalit të saj 5 vjeçar, jeta e mamas së Gjestit është përmbysur plotësisht. Dhimbja e papërshkrueshme që ndjeu pas kësaj tragjedie e futi në një gjendje të thellë depresioni, ku çdo ditë përbën një betejë me kujtimet dhe boshllëkun që la pas biri i saj. Kohët e fundit, gjendja e saj shëndetësore është përkeqësuar dhe mjekët vendosën ta shtronin në spital për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore dhe psikologjike. Gjesti, i cili gjithashtu ka përjetuar një tronditje të madhe, nuk është shkëputur asnjë çast nga nëna e tij. Ai ka vendosur t'i qëndrojë pranë ditë e natë, duke u përpjekur t'i jap forcë dhe shpresë, edhe pse në zemrën e tij dhimbja është po aq e thellë. Në spital shpesh shihet duke i folur asaj me ton të butë, duke i kujtuar se djali i tyre do donte ta shihte të fortë, jo të dorëzuar. Ai pëshpërit: "Mami, ne duhet të jetojmë për kujtimin e tij. Ai është ende me ne." Atmosfera në dhomën e spitalit është e mbushur me emocione të përzjera, trishtim, mall, por edhe një fije shprese që ndoshta koha do të zbusë sadopak plagjet. Mjekët e infermierët janë prekur nga mënyra se si Gjesti kujdeset për të, duke e ndihmuar të hajë, të qetësohet dhe të mos mbyllet në heshtje. Ai është kthyer në forcën që mban gjallë shpirtin e thyrë të nënës. Ndërkohë, miqtë dhe ndjekës të Gjestit në rrjete sociale kanë shprehur mbështetje dhe lutje për nënën e tij. Komentet e tyre plot dashuri e ngushëllim tregojnë se dhimbja e kësaj familjeje ka prekur zemrat e të gjithëve. Shumë njerëz e ndjejnë si të tyren këtë humbje dhe presin që nëna e Gjestit të dalë nga spitali më e qetë, më e fortë dhe me forcën për të ecur përpara. Në fund, edhe pse plagët e shpirtit nuk shërohen lehtë, dashuria e një djali për nënën dhe kujtimi i një fëmije të humbur janë forca që mund të ringjallin shpirtin njerëzor. Gjesti dhe nëna e tij po përpiqen